Socialist të VAUT-DS, Kristian Shkreli. Kështu që lidhe me Klodin për të na dhënë informacionet më tejshme, më detajuara, po Klodi, përshëndetje. Përshëndetje Nizida, sikur se ju e thatë, me urdhër të SPAK është sekuestruar celulari i kryetarit të Bashkisë së VAUT-DS Kristian Shkreli në kuadër të një hetimi që prokuroria e posaçme po kryen për veprën penale të korrupsionit zgjedhor ndaj subjektit politik Partia Social-Demokrate e Tom Doshit. Për të kryer këtë veprim hetimor që konsiderohet kontroll personal, është marrë vendim dhe autorizim nga gjykata e posaçme dhe më pas hetuesit e Byros Kombëtare të Hetimit në bashkëpunim me Policinë e Shtetit kanë bërë edhe sekuestrimin e celularit. Sikur se thash, prokuroria e posaçme është duke vijuar një hetim për krim zgjedhor dhe konkretisht për shitblerje të votës dhe për gjatë 10 ditëve të fundit ka zbarkuar disa herë në Shkodër duke sekuestruar celular të personave që i konsideron të lidhur me PSD-n e po ashtu duke ushtruar kontroll në disa automjete, ndonse Partia Social-Demokrate dhe kreu i saj Tom Doshi kanë mohuar kategorikisht akuzat për shitblerje të votës. Pas kontrollit të ushtruar ndaj kryetarit të PSD-s në Malsinë e Madhe, por po ashtu edhe disa personave të tjerë, si dhe sekuestrimit të celularit të një kandidatit për deputet të PSD-s në kryeqytet, prokuroria e posaçme ka urdhëruar edhe sekuestrimin e celularit të Kristian Shkreli. Duhet theksuar që Kristian Shkreli u zgjodh kryetar i Bashkisë së VAUT-DS 2 vite më parë, në vitin 2023, ai ka qenë propozim i Tom Doshit për të marrë drejtimin e kësaj bashkie, por në fushatën ose në takimin përmbyllës të fushatës elektorale që u zhvillua nga kryeministri i vendit zoti Edi Rama në Shkodër, Kristian Shkreli ishte në shënjestër të kritikave nga kreu i qeverisë. Ai u drejtua Kristian Shkrelit me fjalët: "Kristian, mos luaj me dy porta, Kristian", duke lënë të nënkuptohet se Kristian Shkreli nuk po punonte në favor të Partisë Socialiste në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, po grumbullonte vota në favor të subjektit social-demokrat. Por nga ana tjetër ishte edhe kreu i PSD-s Tom Doshi, i cili në një farë mënyre e shënjestroi kreun e Bashkisë së VAUT-DS. Por megjithatë, pavarësisht akuzave publike, SPAK ka dyshime të arsyeshme se ai është i përfshirë në veprën penale të shitblerjes së votës e për këtë arsye ka vendosur të sekuestrojë celularin e të ushtrojë kontroll personal. Se çfarë do të rezultojë nga këto hetime mbetet për të parë, por po ashtu në një nga ambientet e një hoteli luksoz në Tiranë është sekuestruar edhe celulari i njërit prej shoqëruesve të Tom Doshit, po në kuadër të njëjtit hetim. Prokuroria e posaçme ka deklaruar zyrtarisht se ka qelur 39 procedime penale që kanë të bëjnë kryesisht me shitblerjen e votës apo me shpërdorimin e detyrës që lidhet me përdorimin e aseteve publike në fushat nga ana e zyrtarëve të lartë publik, çështje të cilat deri më tani ka patur vetëm 3 të arrestuar. Një rast në Lushnjë për shitblerje të votës, një rast në Kukës ku një person u arrestua dhe kushëriri i tij u shpall në kërkime, po ashtu u arrestua në Fier edhe babai i një prej kandidateve të PSD-s në këtë qark, i cili dyshohej për shitblerje të votës, po për shkak të moshës, por edhe gjendje shëndetësore. Më pas ai u la në masën e sigurisë arrest në shtëpi nga gjykata e posaçme. Ndërkohë, Klodi, një tjetër zhvillim që po e ndiqni tani edhe përmes lajmit të fundit në News 24, SPAK ka mbyllur hetimet